Sofia Martinelli po shikonte përmes dritares së apartamentit të saj të vogël në Milan, duke parë shiun e lehtë që binte mbi rrugët e ngjeshura të qytetit. Ishte 25 vjeç, me flok kafe që i binin mbi supe dhe sy kafe që reflektonin një melankoli të thellë. Jetonte vetëm në një apartament modest në periferi të qytetit, duke punuar si përkthyese freelancer. Jetesa e saj ishte e qetë, por jo e plot. Gjithmonë kishte ndjerë se diçka i mungonte. Nëna e saj, Maria, kishte vdekur 3 muaj më parë nga një sëmundje e rëndë. Sofia kishte qenë gjithmonë e ngushtë me të, por Maria kishte qenë gjithmonë e fshehtë rreth së kaluarës së saj. E vetmja gjë që Sofia dinte ishte se nëna e saj kishte ardhur nga Shqipëria në vitet 90 dhe se babai i saj ishte një burr i mirë që nuk mund të vinte me ne. Atë mbrëmje, ndërsa po pastronte shtëpinë e nënës së saj për herë të fundit para se ta shiste, Sofia gjeti diçka që do ta ndryshonte jetën e saj përgjithmonë. Në fund të një sirtari të vjetër të shkrivantarisë së Marias, duart e saj prekën një zarf të verdhur nga koha. Brenda ishin letra të shkruara në shqip, disa fotografi të vyshkura dhe një certifikat martese e vjetër. Me zemrën që i rrithe fort, Sofia mori fotografit. Në një prej tyre shihte nënën e saj shumë më të re, duke qeshur pra një burri të gjatë me sy të kaltër dhe buzëqeshje të ngrohtë. Në anën e pasme ishte shkruar: Arban dhe Maria, Durrës 1997. Fotografia tjetër tregonte të njëjtin burr duke mbajtur një fëmijë të vogël, vetë Sofian kur ishte rreth 2 vjeç. Duart e Sofias dridheshin ndërsa hapte certifikatën e martesës. Ishte në shqip, por ajo kuptonte disa fjalë falpërvojës së saj si përkthyese. Emri i babait të saj ishte Arban Shala, i lindur në Vlorë më 1968. Nëna e saj kishte qenë e martuar me të. Atë natë Sofia nuk fliu as pak. Mendja e saj po punonte me shpejtësi, duke u përpjekur të kuptonte pse nëna e saj kishte mbajtur të fshehtë këtë informacion kaq të rëndësishëm. Pse kishte pretenduar se babari i saj thjesht nuk mund të vinte me ne. Çfarë kishte ndodhur që i kishte detyruar të largoheshin nga Shqipëria? Javët e ardhshme Sofia i kaloi duke kërkuar në internet çdo gjë që mund të gjente për Arban Shala. E gjeti emrin në disa artikuj të vjetër të gazetave shqiptare, ku përmendej si një aktivist i të drejtave të njerëzit në vitet 90. Kishte qenë i përfshirë në organizime për ndihmën e familjeve në nevojë gjatë periudhës së tranzicionit. Me ndihmën e një përkthyesi shqiptar në Milan, Sofia arriti të lexojë disa prej artikujve. Babai i saj duke qenë një njeri i nderuar, që luftonte për drejtësi sociale. Por çfarë kishte ndodhur? Pse kishte humbur gjurmët? Sofia vendosi të kontaktonte ambasadën shqiptare në Milan. Zëvendës konsulshe ishte një grua e afërt rreth të 50-tave, Lindita Hoxha, që e priti me shumë dashuri. E kuptoj situatën tënde e dashur, tha Lindita pasi Sofia i tregoi historinë e saj. Vitet 90 kanë qenë shumë të vështira për Shqipërinë. Shumë familje u dan për arsye ekonomike apo politike. Por duhet të dish se gjërat kanë ndryshuar shumë. Shqipëria sot është një vend i ndryshëm. A mund të më ndihmoni të gjej informacion për babain tim? Pyeti Sofia me shpresë. Mund të provoj, por do të jetë më lehtë nëse shkon vet atje. Ka institucione që mund të të ndihmojnë dhe gjithashtu do të kesh mundësi të takosh njerëz që mbase e ka njohur. Sofia ndjeu një kombinim frike dhe emocioni. Shqipëria ishte e panjohur për të, por ishte vendi i prejardhjes së saj, vendi ku kishin jetuar prindrit e saj. Javën tjetër, Sofia bëri vendimin më të madh të jetës së saj. Do të shkonte në Shqipëri për të kërkuar babain e saj. Mori pushim nga puna, bleu një bilet avioni për Tiranë dhe filloi të mësonte disa fjalë bazë në shqip. Aeroporti i Tiranës ishte më i vogël se sa e kishte imagjinuar Sofia. Kur doli nga avioni, era e ngrohtë e majit e goditi në fytyrë dhe ajo ndjeu një ndjenjë të çuditshme familjaritije, sikur diçka thellë brenda saj po e njihte këtë tokë. Kishte rezervuar një hotel të vogël në qendër të Tiranës për disa ditë të para. Taksia e çoi nëpër rrugët e qytetit dhe Sofia vështronte me kurreshtje ndërtimet e reja që ngriheshin pranë ndërtesave më të vjetra. Ishte një përzierje interesante e vjetër dhe e re, sikur vendi po përpiqej të gjente ekuilibrin mes së kaluarës dhe së ardhmes. Hoteli ishte i vogël, por i pastër. Pronarja, një grua e mesme që quhej Drita, e priti me shumë ngrohtësi. Mirë se erdhe në Shqipëri, herën e parë? Pyeti Drita në anglisht. Po, por nëna ime ishte nga këtu, përgjigju Sofia me një zë pak të lëkundur. Kështu që ke ardhur të kthehesh në shtëpi, tha Drita me një buzëqeshje.
Shqiptarët kur nuk e harrojnë tokën e tyre, as ata që lindin jashtë. Atë natën, Sofia e kaloi duke planifikuar hapat e saj të ardhshëm. Kishte vendosur të shkonte së pari në Durrës, sepse aty ishin bërë fotografitë që kishte gjetur. Pastaj do të shkonte në Vlorë, vendin e lindjes së babait të saj. Të nesërmen, Sofia mori autobusin për në Durrës. Rruga ishte e shkurtër, rreth 40 minuta, dhe ajo shikonte peizazhin që kalonte. Fusha të gjelbra, fshatra të vegjël, male në horizont. Gjithçka i duke njëkohësisht e huaj dhe familjare. Në Durrës, Sofia shkoi së pari në bashki, ku shpresonte të gjente informacion për familjen Shala. Zyrtarja që e priti, Majlinda Korça, ishte një grua e re që fliste anglisht mirë. Shala është një mbiemër i përhapur këtu, tha Majlinda, pasi Sofia i shpjegoi situatën. Por Arban Shala le të kontrolloj në arkivat tona. Pas një kërkimi të gjatë, Majlinda gjeti disa dokumenta. Gjetëm diçka. Arban Shala, i lindur më 1968 në Vlorë, kam banuar në Durrës nga 1995 deri më 1999. Adresa e fundit që kemi është Rruga Tregtare, numri 15. Zemra e Sofisë u nxit. Ishte gjurmë e parë konkrete. Po familja ka pasur grua dhe fëmijë? Pyeti ajo me shpresë. Dokumentet tregojnë se ka qenë i martuar me Maria Martinelli dhe kam pasur një fëmijë të regjistruar këtu. Sofia Shala, e lindur më 1998. Kjo ishte e vërteta. Sofia ndjeu sytë që mbusheshin me lot. Për herë të parë në jetën e saj, kishte dokumente zyrtare që dëshmonin se kishte një baba të vërtet, me emër dhe mbiemër. Po çfarë ndodhi me ta? Pse u larguan? Pyeti ajo. Majlinda duke pak e pakëndshme. Rreth vitit 1999 ka pasur disa probleme politike. Shumë njerëz u larguan atë periudhë, por nuk kam detaje më shumë. Sofia vendosi të shkonte në adresën që kishte gjetur. Rruga Tregtare, numri 15, ishte një ndërtesë e vjetër 3-katëshe, me mure gëlqerore që kishin nevojë për riparim. Në katin e parë jetonte një familje e re, por pronarët e ndërtesës, familje Gjoka, jetonin në katin e dytë. Zonja Fatlume Gjoka, një grua rreth të 60-tave, e priti Sofian me kureshtje. Arban Shala? Sigurisht që e kujtoj, tha ajo kur Sofia i shpjegoi se çfarë kërkonte. Ai ishte një djalë shumë i mirë dhe grua e tij ishte shumë e dashur. Dhe ti e vajza e tyre e vogël, sa të kisha munguar. Fatlumeja e ftoi brenda për kafe. Apartamenti ishte i vogël por i ngrohtë, me fotografi familje mbi çdo mur. Çfarë ndodhi me ta? Pse u larguan? Pyeti ajo. Fytyra e Fatlumejes u errësua. Ishin kohë të vështira, bija ime. Arbani ishte i përfshirë në politik. Luftonte për të drejtat e njerëzve. Por disa njerëz të fuqishëm në qytet nuk e donin atë. Filluan ta kërcënonin dhe më në fund tha se duhej të largohej për të mbrojtur familjen. Por pse nuk erdhën të gjithë së bashku? Arbani tha se do të shkonte i pari, do të sistemohej diku dhe pastaj do t'i merrte. Por diçka shkoi keq. Maria priti disa muaj, pastaj erdhi lajmi se Arbani kishte pasur probleme. Maria vendosi të largohej me ty në Itali, ku kishte disa të afërm. A dini çfarë i ndodhi Arbanit? Fatlumena i shkuan syt. Nuk e dim me siguri. Disa thonë se shkoi në Greqi, të tjerë thonë se u kthye në Vlorë, por që atëherë askush nuk ka pasur lajme prej tij. Sofia ndjeu një dhimbje të thellë në zemër. Babai i saj kishte qenë një njeri i mirë që kishte dashur familjen e tij, por rrethanat e vështira i kishin ndarë. Pas 2 ditësh në Durrës, ku Sofia kishte takuar disa njerëz të tjerë që kishin njohur babain e saj, ajo vendosi të shkonte në Vlorë. Të gjithë e përshkruanin Arbanin si një njeri të drejtë, të sjellshëm, që ndihmonte të gjithë që kishin nevojë. Udhëtimi për në Vlorë ishte më i gjatë, rreth 3 orë me autobus. Sofia udhëtoi nëpër male dhe lugina, duke parë peizazhe që i merrnin frymën. Shqipëria ishte vend i bukur, shumë më bukur se sa e kishte imagjinuar. Në Vlorë, ajri i detit e goditi menjëherë. Qyteti ishte i ndërtuar pranë një gjiri të bukur, me ujë të kaltër që shkëlqente në ndjellin. Sofia rezervoi një dhomë në një hotel të vogël pranë portit.
dhe filloi planet e saj për të kërkuar gjurmë të babait. Dita e parë në Vlorë ishte zhgënjyese. Në bashki nuk gjetën shumë informacion. Dokumentet tregonin se Arbani kishte lindur atje, por familja kishte lëvizur shumë kohë më parë. Askush nuk dinte se ku jetonin tani. Por në ditën e dytë, fati i buzëqeshi. Ndërsa po ecte përgjatë portit, Sofia dëgjoi dikë duke e thirrur. "Moza, Moza, ti je huaja?" Sofia u kthye dhe pa një burr të moshuar, rreth 70-tave, me mustaqe të bardha dhe sy të mirë. Ai po qeshte dhe i bënte shenjë. "Ha, e dia, ke diçka në fytyrë që më kujtonte dikë që njoh. Emri im është Petrit Dema. Kam jetuar gjithë jetën në këtë qytet." Sofia vendosi ta provonte. "Njohësh Arban Shala?" Fytyra e Petritit u ndriçua. "Arban Shala, sigurisht, por ti, pse, prit pak. Ti ke diçka nga Arbani në fytyrë, a mos je... Unë jam vajza e tij." Petriti e pa me gojën hapur, pastaj filloi të qaj. "Vajza e Arbanit, pas këtyre viteve. Eja me mua, duhet të takosh familjen time." Petriti e çoi Sofia në shtëpinë e tij, një ndërtesë e vogël 2 katashe, jo shumë larg portit. Gruaja e tij, Fahrieja, dhe djali i tyre i rritur Gentiani e pritën me shumë dashuri kur mësuan se kush ishte. "Arbani ka qenë shoku im më i mirë që në fëmijëri", tha Petriti ndërsa pinin kafe në balton me pamje nga deti. "Ne kemi rritur së bashku, kemi luajtur në këto rrugë, kemi shkuar në shkollë së bashku. Kur u martua me Marianën, unë kam qenë kunati i tij." "Po çfarë ndodhi?" pyeti Sofia. "Pse humbi gjurmët?" Petriti dhe Fahrieja këmbyen vështrime të shqetësuara. "Është një histori e gjatë dhe dhimbshme", tha Fahrieja. "Në vitet 90, Arbani u bë shumë aktiv në politikë. Luftonte kundër korrupsionit, organizonte protesta për punëtorët që nuk paguheshin, ishte idealist, besonte se mund t'i ndryshonte gjërat." U lirua, por pastaj çfarë ndodhi me të? Nuk kemi informacion, por fakti se u lirua do të thotë se problemi me dokumentet u zgjidh, mbase arriti të sistemohej. Sofia ndjeu një shpresë të re. Nëse babai i saj ishte liruar, do të thotë se kishte mundësi të jetonte ende diku në Greqi. Javët e ardhshme Sofia i kaloi duke kërkuar në komunitetet shqiptare të Athinës. Foli me 10 njerëz, vizitoi kafene ku mblidheshin shqiptarët, pyeti në xhami dhe kisha ku shkonin emigrantët. Së fundmi, fati i buzëqeshi përsëri. Në një kafene të vogël në lagjen Omonoja, pronari, një burr i mesëm që quhej Thanasi, e dinte emrin. Arban Shala? Po, e majmënd. Ka ardhur këtu rreth vitit 2000. Ishte njëri shumë i qetë, punonte në ndërtim, por nuk qëndroi shumë. Se ku shkoi? Nuk e di me siguri, por mbaj mend se fliste për Australinë. Tha se kishte dëgjuar se atje ishte më lehtë të sistemoheshe si azil kërkues. Australia. Sofia ndjeu se bota po i rrotullohej. Babai i saj mund të ishte në anën tjetër të planetit. U kthye në Shqipëri dhe pastaj në Milano, por tani nuk mund të qetësohej. Kishte gjetur shumë gjurmë, por asnjë përgjigje definitive. Vendosi se duhej të shkonte në Australi. Ju desh të punonte shtesë për disa muaj për të mbledhur para për udhëtimin. Gjithashtu, aplikoi për vizë turist për Australinë, një proces i gjatë dhe i komplikuar. Ndërkohë, u lidh me komunitetin shqiptar në Australi përmes internetit. Shkroi në grupe të ndryshme në Facebook, duke treguar historinë e saj dhe duke pyetur nëse ndokush e njihte Arban Shala. Përgjigjet filluan të vinin ngadalë. Disa njerëz thanë se emri u duke i njohur, por askush nuk ishte i sigurt. Një person, Agron Krasniqi nga Melbourne, i tha se mendonte se njihte dikë me atë emër që jetonte në Sydney. Pas 6 muajsh planifikimi dhe presjesh, Sofia mori në fund vizën për Australi. Në janar të vitit 2024, ajo u nis për udhëtimin më të gjatë të jetës së saj. Sydney ishte një qytet i madh dhe i bukur, me një energji ndryshe nga Milano ose Tirana, por Sofia nuk ishte ardhur për turizëm. Ajo kishte rezervuar një hotel për 3 javë dhe kishte një listë adresash dhe numrash telefonit të komunitetit shqiptar. Dita e parë ishte zgjinjyese. Askush nga njerëzit që kontaktoi nuk e njihte Arban Shala, por Sofia nuk u dorëzua. Dita e dytë shkoi më mirë. Një grua e moshuar, Marie Kolici, i tha se emri i tingëllonte njohur, por nuk ishte sigurt nga e njihte.
Mos shko te Drita Gashi, i tha Maria. Ajo ka jetuar këtu prej vitit 1998 dhe një pothuajse të gjithë shqiptarët që kanë ardhur. Drita Gashi jetonte në një shtëpi të vogël në një lagje të qetë, jashtë qendrës së Sydneyt. Ishte një grua rreth të 60-tave, me flokë gri dhe sy të mirë, që reflektonin përvojën e gjatë. Arban Shala, përsëriti ajo emrin kur Sofia ja përmendi. Po, e mbaj mend. Njëri shumë i mirë, i qetë. Por ai nuk ishte Arban Shala kur e takova. Zemra e Sofias kërceu. Çfarë do thoni? Ai kishte ndryshuar emrin. Quhej Anton Salaj kur jetonte këtu. Por një herë, kur ishte i dehur pak, na tregoi të vërtetën. Tha se vërteta emri ishte Arban, por kishte qenë i detyruar ta ndryshonte për arsye sigurie. Sofia ndjeu se po i dridheshin këmbët. A jetonte ende në Sydney? Drita tundi kokën. Jo, u largua rreth vitit 2010. Tha se donte të shkonte diku më të qetë. Mendoj se shkoi në Brisbane. Brisbane ishte një qytet më i vogël dhe më i ngrohtë se Sydney. Sofia ndryshoi planet e saj dhe zgjati qëndrimin në Australi. Tani ishte shumë afër. Në Brisbane, komuniteti shqiptar ishte më i vogël dhe më i ngushtë. Sofia gjeti lehtë njerëz që e njihnin Anton Salaj. Sigurisht që e njoh, tha një burr i mesëm, John Marku. Antonio jeton vetëm rreth 10 minuta larg këtej. Por ai është shumë i rezervuar, nuk takon shumë njerëz. Zemra e Sofias kërceu. Çfarë do të thoni? Ai kishte ndryshuar emrin. Quhej Anton Salaj kur jetonte këtu. Por një herë, kur ishte i dehur pak, na tregoi të vërtetën. Tha se vërteta emri ishte Arban, por kishte qenë i detyruar ta ndryshonte për arsye sigurie. Sofia ndjeu se po i dridheshin këmbët. A jetonte ende në Sydney? Drita tundi kokën. Jo, u largua rreth vitit 2010. Tha se donte të shkonte diku më të qetë. Mendoj se shkoi në Brisbane. Brisbane ishte një qytet më i vogël dhe më i ngrohtë se Sydney. Sofia ndryshoi planet e saj dhe zgjati qëndrimin në Australi. Tani ishte shumë afër. Në Brisbane, komuniteti shqiptar ishte më i vogël dhe më i ngushtë. Sofia gjeti lehtë njerëz që e njihnin Anton Salaj. Sigurisht që e njoh, tha një burr i mesëm, John Marku. Antonio jeton vetëm rreth 10 minuta larg këtej. Por ai është shumë i rezervuar, nuk takon shumë njerëz. Zemra e Sofias kërceu. Pas mbi një viti kërkimi, ajo ishte vetëm 10 minuta larg babait të saj. A mund të më çoni tek ai? Pyeti ajo me zë të lëkundur. Johnny e pa me vëmendje. Ai ka kaluar nëpër shumë dhimbje. Nuk flet kur për të kaluarën. Por nëse ti je ajo që mendon se je, po, do të çoj. Ata zun makinën dhe udhëtuan nëpër rrugë të qeta me shtëpi të vogla, të rrethuar nga kopshte. Sofia ndjeu nervozizmin që i shtoi me çdo minutë. Së fundmi, Johnny ndaloi përpara një shtëpie të vogël të bardhë me një kopsht të mbajtur mirë përpara. Kjo është, tha ai. Dëshiron që të vi me ty? Sofia tundi kokën. Jo, faleminderit, duhet ta bëj vetë. Ajo zbriti nga makina dhe u përqendrua për një moment. Pas kësaj, nuk do të kishte kthim pas. Ose do ta gjente babain e saj, ose do të përballej me zhvillimin më të madh të jetës së saj. Sofia eci ngadalë drejt derës dhe ra kambana. Dëgjoi hapa brenda shtëpisë. Zemra e saj rifte kaq fort sa mendoi se të tjerët mund ta dëgjonin. Dera u hap dhe Sofia pa një burr rreth të 55 vjeçve, pak më të shkurtër se sa e kujtonte nga fotografitë, me flokë gri dhe sy të kaltër që ishin pothuajse identik me ato të saj. Ai kishte dalë të kishte pak peshë dhe duke i lodhur, por fytyra ishte e njëjtë nga fotografitë e vjetra. Burri e pa Sofian dhe për një moment nuk tha gjë. Pastaj fytyra e tij u bë e bardhë. Jo, murmuriti ai, kjo nuk mund të jetë e vërteta. Baba, tha Sofia me zë të dobët. Arban Shala, apo Anton Salaj, e pa për disa sekonda, që dukeshin si përjetësi. Pastaj syt i mbusheshin me lot. Sofia, tha i në shqip, vajza ime e vogël? Dhe në atë moment, pas 25 vjetësh ndarje, babai dhe vajza përqafuan njëri tjetrin dhe qanë së bashku. Ata futën brenda shtëpisë Arbanit
Ishte vogël, por e pastër dhe organizuar. Në mur kishte disa fotografi, por asnjë nga e kaluara, vetëm peizazhe dhe fotografi natyre. Nuk e besoj se je këtu, tha Arbani, ndërsa përgatiste kafe. Më shumë se 20 vjet. Si më gjete? Sofia i tregoi gjithë historinë, si kishte gjetur letrat dhe fotografitë pas vdekjes së nënës, si kishte udhëtuar nëpër Shqipëri, Greqi dhe tani në Australi. Maria vdiq? Pyeti Arbani, dhe dhimbja në zërin e tij ishte e dukshme. Unë shpresoja se ishte lumtur në Itali, se kishte gjetur paqe. Ajo të përmendi shpesh, gënjeu Sofia me dashamirësi. Ajo më tha se ti ishe një burr i mirë që na donte shumë. Arbani tundi kokën. Jo, ajo ishte mërzitur me mua dhe kishte të drejtë. Unë e braktisa familjen. Jo, tha Sofia me forcë. Ti u përpoqe të na mbroje. Unë mësova gjithçka, kërcënimet, problemet në kufi, gjithçka. Në orët e ardhshme Arbani tregoi Sofias versionin e tij të ngjarjeve. Pas lirimit nga burgu grek, ai kishte punuar për disa vite duke u përpjekur të mbledh para për t'i sjellë Marian dhe Sofia në Greqi. Por sa herë që përpiqej të kontaktonte me ta, mësonte se kishin lëvizur, se askush nuk dinte ku ishin. Më në fund dëgjova se kishin shkuar në Itali, por nuk dija ku. Italia është e madhe dhe unë nuk kisha as para as dokumente për të kërkuar, shpjegoi ai. Vendosa se ishte më mirë t'i lija t'i jetoni në paqe se sa t'i vendosja në rrezik duke i kërkuar. Pse erdhe në Australi? Në Greqi gjithmonë ndihesha i pasigurt. Policët më ndiqnin, sepse dinin se kisha qenë aktiv politikisht në Shqipëri. Kur dëgjova se Australia pranonte azil kërkuesit, mendova se aty mund të filloja nga e para. Por pse nuk u përpoqe ta kontaktoje nënën më vonë, kur u sistemove? Arbani u ul më kokë në duar. Sepse isha friksak. Çdo vit që kalonte, më bëj më e vështirë. Si mund t'i shpjegoja Maria se pse nuk kisha ardhur më herat? Si mund t'i thosha vajzës sime se babai i saj kishte jetuar për vite duke e ditur se ajo ishte diku, por nuk kishte bërë mjaft për ta gjetur? Sofia ndjeu lotët që i vinin përsëri. Ajo të falni do, ne të dyja do të falnim. Ditët e ardhshme, Sofia dhe Arbani i kalonin duke folur. Ai donte të dinte gjithçka për jetën e Sofias, shkollën, miqt, punën, ëndrat. Sofia nga ana e saj donte të kuptonte më shumë për njeriu që ishte babai i saj. Arbani i tregoi se si kishte jetuar në Australi. Kishte punuar si ndërtues, pastaj si kujdestar në një shkollë. Kishte jetuar gjithmonë vetëm, pa u martuar kurrë, pa pasur fëmijë të tjerë. Çdo ditë mendoja për ju, tha ai. Në çdo ditëlindje tënde, bëja një prit të vogël vetëm. Imagjinoja se si do të dukesh. Çfarë do të të pëlqente? Nëse do të më pëlqeje nëse më takoje. Si e tive se kur ishte ditëlindja ime? 15 maj 1998. Si mund ta harroja ditën më të lumtur të jetës sime? Edhe pse vetëm 2 vite më pas, gjithçka u shkatrua. Sofia ndjeu i lumturi të ngrohtë. Edhe në distancë, babai i saj e kishte kujtuar çdo vit. Ata vizituan së bashku vende të ndryshme në Brisbane. Arbani i tregoi vendin e punës së tij, parkun ku shkonte të ecte çdo mbrëmje, bibliotekën ku kalonte vikendet. Ishte një jetë e thjeshtë, por e pastër. A je i lumtur këtu? Pyeti Sofia. Tani jam, përgjigjua Arbani duke i shtypur dorën. Për herë të parë në 25 vjet, jam vërtet i lumtur. Pas një jave në Brisbane, Sofia duhet të vendoste se çfarë të bënte. Viza e saj do të skadonte së shpejti dhe duhet të kthehej në Itali. Mund të aplikoj për zgjatjen e vizës, i tha ajo Arbanit, ose mund të aplikoj për të jetuar këtu. Çfarë do të thuash? Pyeti Arbani. Do të thotë se dua të jem afër teje. Kemi humbur 25 vjet, nuk dua të humbas më shumë kohë. Arbani ishte i prekur, por gjithashtu i shqetësuar. Por jetesa jote është në Itali, puna jote, miqtë tu, puna mund ta bëj kudo si përkthyese dhe sa për miqt, ata do të kuptojnë. Në të vërtetë, Sofia kishte menduar shumë për këtë. Jetesa e saj në Milano ishte e vetmuar, rutin. Këtu, me babain e saj, ndjehej më e plot se sa kishte ndjer kurrë. Aplikimi për vizën e përhershme në Australi u dëshmua më i komplikuar se sa Sofia kishte menduar. Ju deshën dokumente, intervista dhe, më e rëndësishme, një sponsor apo një punëdhënës australian. Arbani u përpoq të ndihmonte, por ai vetë kishte probleme.
Si azil kërkues i vjetër, statusi i tij legal në Australi nuk ishte i fortë sa duhet për të sponsorizuar dikë. Mbase duhet të prisësh, i tha ai me trishtim, ose mbase unë duhet të vi në Itali. Jo, tha Sofia me vendosmëri. Ti ke ndërtuar një jetë këtu, nuk duhet ta braktisësh përsëri. Sofia vendosi të merrte ndihmë profesionale. Gjeti një avokat emigracioni, Linda Chen, një grua e re australiano-kineze që specializohej në raste komplekse. Kjo është një situatë interesante, tha Linda, pasi dëgjoi historinë. Fakti që ju jeni shqiptare dhe keni lidhje familjare këtu mund të ndihmojë, por do të jetë një proces i gjatë. Ndërkohë që pritej vendimi për vizën, Sofia u detyrua të kthehej përkohësisht në Milano. Ishte ndarje e dhimbshme, por të paktën tani ata mund të komunikonin çdo ditë. Arbani bleu një kompjuter të përdorur dhe mësoi të përdor Skype. Çdo ditë në orën 7 të mëngjesit në Brisbane, që ishte 10 e darkës në Milano, ata bisedonin për orë të tëra. Sofia filloi të mësoj shqip më seriozisht. Arbani i dërgonte libra për fëmijë në shqip dhe ajo i lexonte më zë të lartë gjatë thirrjeve të tyre video. Ke një theks milanez kur flet shqip, qeshte Arbani. Dhe ti ke filluar të përdor fjalë angleze kur flet shqip, përgjigjej Sofia. Përmes këtyre bisedave të përditshme, ata u njohën vërtet për herë të parë. Sofia mësoi se babai i saj kishte një humor të thatë, se i pëlqente të lexonte libra historia dhe se kishte një talent natyror për kopshtin. Arbani, nga ana e saj, zbuloi se vajza e tij ishte e zgjuar, e vendosur dhe kishte trashëguar nga ai pasionin për drejtësi sociale. Pas 6 muajsh pritjeje, Sofia mori lajme të papritura. Linda Chen e telefonoi me zë të emocionuar. Sofia, kemi lajme të mira. Qeveria australiane ka vendosur të miratoj kërkesën tënde. Viza jote e përhershme është aprovuar. Sofia filloi të qaj nga gëzimi. Menjëherë telefonoi Arbanin. Baba, ata thanë po, mund të vi. Edhe Arbani qau. Nuk e besoj. Pas gjithë këtyre viteve, së fundmi do të jemi së bashku. Sofia nisi planifikimin për lëvizjen e përgjithshme. Shiti mobiljet e saj në Milano, mbylli kontratën e qiras dhe u përshëndet me miqt. Je e sigurt për këtë? Pyeti Vaura, shoqja e saj me afërt. Është një vendim i madh. Nuk jam kur qenë më e sigurt për diçka në jetën time, përgjigju Sofia. Dita kur Sofia arriti përsëri në Brisbane për të vendosur përhershëm, ishte dielli më i bukur që kishte parë ndonjëherë. Arbani e priti në aeroport me një tuk lulesh dhe një buzëqeshje që ndriçonte gjithë fytyrën. Mirë se erdhe në shtëpi, i tha ai duke përqafuar. Për herë të parë, Sofia e ndjeu vërtet se ishte në shtëpi. Javët e para ishin sfidë. Sofia duhet të gjente punë, të hapte llogari bankare, të njihej me sistemin australian, por Arbani ishte përkrah saj në çdo hap. Së shpejti, Sofia gjeti punë në një agjenci përkthimi në Brisbane. Përvojën e saj në Milano dhe njohjen e disa gjuhëve e bën kandidaten ideale. Është e çuditshme, i tha ajo Arbanit një mbrëmje ndërsa hanin darkë së bashku. Në Milano, ndihesha gjithmonë se diçka më mungonte, por nuk dija se çfarë. Tani e di. Ishte ti. Jetesa në Brisbane i tha Sofias mundësi të njihej më shumë jo vetëm me babain, por edhe me kulturën shqiptare. Arbani e çoi në mbledhjet e komunitetit shqiptar, ku ajo takoi njerëz që i tregonin histori nga Shqipëria që ajo nuk i kishte dëgjuar kurrë. Një ditë, ndërsa po shikonte fotografi të vjetra që Arbani kishte ruajtur, Sofia zbuloi diçka të çuditshme. Kush është kjo? Pyeti ajo duke treguar një fotografi të një gruaje të re që dukej shumë si ajo. Arbani nuk përgjigju menjëherë. Kjo është motra ime, flutura. Ti ke një motër? Unë kam një teze. Kisha një motër, korrigjoi Arbani me trishtim. Nuk e di nëse është ende gjallë. Ne u ndam kur ika nga Shqipëria. Kjo ishte një zbulim i ri për Sofian. Jo vetëm që kishte gjetur babain, por mbase kishte gjithë një familje që nuk e dinte se ekzistonte. Përse nuk më the më herët? Sepse nuk dua që të kalosh në për të njëjtin dhimbje që kam kaluar unë, duke kërkuar njerëz që mbase nuk duan të gjendet, apo që mbase nuk janë më gjallë. Por Sofia nuk mund ta linte rehat. Atë mbrëmje filloi të kërkojë në internet për Flutura Shala Krasniqi, që jetonte në Tiranë,
dhe në fotografi dukej si një version i moshuar i gruas nga fotografia e vjetër. Sofia vendosi të dërgonte një mesazh, por së pari ja tregoi Arbanit. Unë nuk e di nëse jam gati për këtë, tha ai. Baba, mbase ajo të ka kërkuar gjithë këto vite, ashtu si unë të kërkoj ty. Sufumi Arbani ra dakord. Sofia shkroi një mesazh të kujdesshëm në shqip, duke shpjeguar se kush ishte dhe se kishte gjetur babain në Australi. Përgjigjja erdhi brenda disa orësh. Ishte flutura dhe ajo ishte jashtëzakonisht emocionuar. Sofia, unë nuk mund ta besoj, kishte shkruar ajo. Kam 20 vjet që kërkoj për Arbanin. E di që është gjallë? Ku është? Si është? Kemi shumë për të folur. Kur Arbani i lexoi mesazhin, filloi të qante. Ajo më kërkoi, murmuriti. Gjithë këto vite, ajo më kërkoi. Ata organizuan një thirrje video me fluturën. Ishte emocionalizuar të shikoje vëllan për herë të parë pas 25 vitesh dhe gjithashtu të takoje mbesën e saj për herë të parë. Ti je shumë e bukur, i tha flutura Sofias. Ke sytë e Arbanit dhe buzëqeshjen e Marijes. Po, unë e njihja Marian, ishim shumë shoqe para se ju të largoheshit. Pasi kontakti me flutura nuk vendos, Sofia filloi të mendonte për një udhëtim përsëri në Shqipëri, këtë herë me babain. Nuk e di nëse jam gati të përballem me të kaluarën, tha Arbani. Ti nuk do të jesh vetëm, i the Sofia. Unë do të jem me ty. Pas shumë diskutimesh, ata vendosën të shkojnë për fundvitin. Do të ishin 26 vjet që nga largimi i Arbanit nga Shqipëria. Flutura ishte emocionuar. Do të organizoj një festë të madhe. Duhet të takosh gjithë familjen, kushërinjit, niprit dhe mbesat. Sofia ndjeu një ndjenjë të çuditshme. Për gjithë jetën, kishte menduar se ishte pothuajse vetëm në botë. Tani, jo vetëm që kishte gjetur babain, por kishte zbuluar gjithë një rrjet familjarësh. Kur avioni i tyre ulet në Tiranë, Sofia pa se babai i saj dridhej. Gjithçka do të jetë në rregull, i tha ajo duke i mbajtur dorën. Flutura i priti në aeroport me gjithë familjen. Burrin e saj, 3 fëmijët e rritur dhe disa kushërinj. Ishte një përqafim masiv, me shumë lot dhe shumë gëzim. Vëlla im i dashur, vazhdoi të përsëriste flutura. Nuk mund të besoj se je këtu. Udhëtimi i tyre në Shqipëri zgjati 2 javë. Ata vizituan Vlorën, ku Arbani u takua me miqtë e vjetër si Petriti, shkuan në Durrës, ku Sofia i tregoi babait vendet ku kishte kërkuar për të. Më e prekshme ishte vizita në varrin e Marias. Sofia kishte dërguar trupin e nënës në Shqipëri disa muaj më parë, dhe tani ishte varrosur në një varrezë të bukur në Kodrat jashtë Tiranës. Babai dhe vajza qëndruan përpara varrit për një kohë të gjatë pa folur. Së fundmi, Arbani foli. Më fal, Maria, nuk arrija do të vija më herët, por unë kurrë nuk do të harova, dhe faleminderit që rrite vajzën tonë kaq bukur. Sofia dhe Arbani vendosën lule të freskëta dhe një fotografi të tretë tyre nga kohët e lumtura në Durrës. Pas rikthimit në Australi, Sofia dhe Arbani vendosën ta formalizojnë situatën e tyre. Arbani shiti shtëpinë e tij të vogël dhe bashkë me Sofian blen një shtëpi më të madhe me 2 dhoma gjumi. Kjo është hera e parë që kam një shtëpi të vërtet që nga koha kur jetonja me prindrit e mi, tha Arbani. Sofia organizoi shtëpinë e re me dashuri. Në murin kryesor vuri fotografitë që kishin gjetur, të saj si fëmijë me prindrit, të Arbanit me Maria në Durrës dhe fotografitë të reja nga udhëtimi i tyre në Shqipëri. Ajo gjithashtu filloi të shkruante një ditar për gjithçka që po ndodhte. Donte të dokumentonte këtë periudhë të re të jetës së tyre. Mbase një ditë do ta kthej në libër, i tha ajo Arbanit. Do të jetë një histori e bukur, përgjigjet ai. Sofia dhe Arbani u bën pjesë aktive e komunitetit shqiptar në Brisbane. Sofia filloi të ndihmonte familjet e reja të emigrantëve me përkthime dhe orientim, ndërsa Arbani u bë vullnetar në një organizatë që ndihmonte azilkërkuesit. Është mënyra jon për të dhënë diçka kthesa, shpjegoi Arbani. Ne kemi pasur fat, gjithkush nuk e gjen familjen pas aq vitesh ndarjeje. Sofia gjithashtu filloi të mësoj më seriozisht shqipen. Donte jo vetëm ta fliste, por edhe ta shkruante bukur. Arbani ja mësonte këngët e vjetra shqiptare, dhe nganjëherë ata këndonin së bashku në mbrëmje.
Zërin e ke nga nëna jote, I thoshte Arbani. Ajo këndonte shumë bukur. Një ditë Sofia erdhi në shtëpi nga puna dhe gjeti Arbanin duke lexuar një letër me vëmendje. "Çfarë është kjo?" pyeti ajo. "Letër nga një afërm I vjetër në Shqipëri," thaj. "Drita Gashi, jo ajo nga Sydney, një tjetër drita në Shqipëri. Më shkroi. Ajo më dërgoi këtë." Ai ja dha Sofias një kopje të artikullit gazete nga viti 2001. "Çfarë thot?" "Thot se njerëzit që më kishin kërcënuar u arrestuan më 2001-shin për korrupsion. Rreziku kishte mbaruar prej vitesh, por unë nuk e dija." Sofia ndjeu një dhimbje për babain e saj. "Do të thot se mund t'i kishe kontaktuar ne shumë më herët?" "Po," tha Arbani me zë të qetë. "Por nëse nuk do të kishte ndodhur ashtu si ndodhi, ti mbase nuk do të më kërkoje kurrë. Nganjëherë gjërat ndodhin ashtu si duan të ndodhin." Sofia e përqafoi. "Ke të drejtë. Dhe ja, ne jemi këtu tani." Në pranverën e vitit të dytë, flutura dhe familja e saj erdhën të vizitonin Sofian dhe Arbanin në Brisbane. Ishte hera e parë që flutura udhëtonte jashtë Europës. "Australia është shumë e bukur," tha ajo kur I treguan qytetin. "Por shumë larg nga shtëpia." "Kjo tani është shtëpia jon," tha Sofia. Gjatë qëndrimit dyjavor të fluturës, ata vizituan vende të ndryshme në Queensland, por koha më e vlefshme ishte kaluar në shtëpi, duke treguar histori dhe duke mbajtur lidhjet familjare. Flutura I tregoi Sofias histori për fëmijërinë e Arbanit, fotografi të reja të familjes dhe tradita shqiptare që Sofia nuk I kishte dëgjuar kurrë. "Ti duhet të martohesh së shpejti," I tha flutura me shaka. "Duhen nipër dhe mbesa të reja." Sofia u kuq. "Tante, unë sapo kam filluar jetën time të re." Por e vërteta ishte se Sofia kishte filluar të mendonte për të ardhmen në mënyra që nuk ishte menduar kurrë më parë. Për herë të parë ndjehej e plot dhe donte të ndante këtë plotësim me dikë. Disa muaj pasi flutura u kthye në Shqipëri, Sofia takoi dikë që do ta ndryshonte jetën e saj përsëri, por këtë herë në mënyrë pozitive. Daniel Thompson ishte një fotograf australian që po punonte në një projekt për komunitetet e imigrantëve. Ai erdhi t'i bënte intervistë Sofias dhe Arbanit për historinë e tyre. Daniel ishte rreth 30 vjeç, me flok kafe dhe sy jeshile që shprehnin mirëkuptim dhe ngrohtësi. Ajo që filloi si një intervistë profesionale, u bë një bisedë gjatë mbi jetën, familjen dhe rrugtimin. "Historia juaj është e jashtëzakonshme," I tha ai Sofias pasi mbaroi me fotografit. "Guximi që keni treguar ti dhe babai yt është frymëzues." "Faleminderit," tha Sofia duke ndjerë se po skuqej pak. Daniel e ftoi Sofian për kafe javën tjetër dhe ajo pranoi. Arbani e vuri re ndryshimin tek vajza e tij. "Ke diçka të ndryshme këto ditë," I tha ai një mbrëmje. "Çfarë do të thuash? Duket sikur ke gjetur diçka tjetër që ke kërkuar gjithë jetën." Sofia buzëqeshi. "Mbase." Romanca me Danielin zhvilloi ngadalë dhe bukur. Ai ishte I durueshëm dhe I kuptimt, duke kuptuar se Sofia kishte kaluar nëpër shumë ndryshime të mëdha në jetën e saj. "Nuk dua që të ndjesh sikur duhet të zgjedhësh mes familjes dhe meje," I tha ai një ditë. "Pse do të zgjidhja?" pyeti Sofia. "Babai im ka kaluar 25 vjet vetëm. Ai ka nevojë për kohë për të mësuar sërish të jetë pjesë e një familjeje, dhe unë kam nevojë për kohë për të mësuar të jem me bija dhe gjithashtu një grua e pavarur." Daniel e kuptoi. Ai filloi të kalonte kohë me Arbanin gjithashtu, duke mësuar për kulturën shqiptare dhe duke ndihmuar në kopshtin që Arbani kishte filluar të mbajë. "Ai është djalë I mirë," I tha Arbani Sofias një ditë. "I tregon respekt kulturës son dhe më e rëndësishme të tregon respekt ty." Një vit pasi Sofia dhe Daniel filluan të dilnin, ai bëri një propozim interesant. "Ajo organizat për të cilën punoj dëshiron të bëjë një dokumentar për historinë tuaj," I tha ai. "Do të doja t'ja tregoj botës historinë tuaj, se si dashuria familjare mund t'i kapërcej të gjitha pengesat." Sofia dhe Arbani diskutuan për këtë. Përfundimisht vendosën të pranoni. "Mbase do t'i ndihmoj familje të tjera që janë ndarë," tha Arbani. "Mbase do t'i jap shpresë dikujt tjetër." Prodhimi I dokumentarit zgjati disa muaj. Daniel intervistoi jo vetëm Sofian dhe Arbanin, por edhe njerëzit që I kishin ndihmuar gjatë kërkimit. Petriti në Vlorë, Drita në Sydney, Flutura në Tiranë. Titulli I dokumentarit ishte
The Distance Between Hearts, distanca mes zemrave. Gjatë premierës së dokumentarit në Brisbane, Sofia ishte e nervozuar. Salla ishte e mbushur me njerëz nga komuniteti shqiptar, australian të interesuar për histori e migrimi dhe mediat lokale. Kur dokumentari mbaroi, njerëzit në sallë ishin të prekur, shumë qanin. Një grua e moshuar shqiptare u afrua tek Sofia. "Un kam 30 vjet pa parë motrën time në Kosovë", i tha ajo. "Ti më dhe shpresë se mbase nuk është e përvonë." Atë natë pas mbarimit të eventit, Daniele çoi Sofia në një park pranë detit. Ishte një natë e bukur me yje dhe dëgjohej zhurma e lehtë e valve. Sofia thaj, duke marrë dorën. "Kam parë se si luftove për të gjetur familjen tënde. Kam parë dashurinë që ndane me babain tënd dhe dua të jem pjesë e asaj dashurie." Ai u ul në një gjuhë dhe nxori një unas të thjeshtë por të bukur. "Do të martohesh me mua?" Sofia e pa për një moment, pastaj pa drejt shtëpisë ku e dinte se babai i saj po i priste të ktheheshin. "Po", tha ajo, "por me një kusht." "Çfarë?" "Duhet të mësosh të flasësh shqip. Fëmijët tanë duhet ta dinë gjuhën e gjyshit të tyre." Kur isha e re, ëndërroja se do të luaja me fëmijët e Arbanit, i tha ajo Sofias. Tani 30 vjet më vonë, ëndra po bëhet realitet. Maria Ariana Shala Thompson lindi në një mëngjes të bukur pranvere. Ishte një fëmijë i shëndetshëm me sytë e kaltër të gjyshit dhe flokët kafe të nënës. Arbani qau kur e mbajti mbesën për herë të parë. "Ajo është si Sofia kur lindi", murmuriti ai. "E njëjta hundë e vogël, të njëjta duar të vogla." Sofia ndjeu një plotësi që nuk e kishte imagjinuar kurrë. Jo vetëm që kishte gjetur babain dhe kishte krijuar familjen e saj, por tani po jepte asaj familjeje një fillim të ri. "Ti je fillimi i gjeneratës së re të familjes son", i tha ajo Marias së vogël. "Ti nuk do të dish kurrë se çfarë do të thotë të jetosh pa familje." Vitet që pasuan ishin plot me gëzime të vogla familjare. Maria rritej shpejt dhe Arbani ishte gjyshi më i përkushtuar që mund të imagjinoje Sofia. Çdo mbrëmje ai këndonte Marias këngë të vjetra shqiptare. Çdo fundjavë merrte në kopsht për t'i treguar lulet dhe pemët. Kur Maria filloi të fliste, fjalët e para që mësoi ishin mama, baba, papa për Danielin dhe gjyshi. Sofia përfundoi librin e saj dhe e publikoi me titullin Finding Baba, A Daughter's Journey Home, duke gjetur babain, udhëtimi i një vajze drejt shtëpisë. Libri u bë sukses i madh, veçanërisht në komunitetet e emigrantëve. Sofia filloi të merrte letra nga njerëz në përbot që kishin frymzuar nga historia e saj. Një burr nga Vietnami shkroi se kishte gjetur motrën pas 40 vjetësh. Një grua nga Somalia shkroi se kishte kontaktuar me djalin që e mendonte se kishte vdekur në luftë. "Shih se çfarë ke bërë", i tha Daniel një ditë, ndërsa lexonin letrat e reja. "Ke dhënë shpresë mira njerëzve." Kur Maria mbushi 3 vjeç, Sofia vendosi se ishte koha e duhur për një vizitë të gjatë në Shqipëri. Donte që familja e saj të njihte vendin e prejardhjes dhe të takonte pjesën e familjes që jetonte atje. "A je i sigurt se do të vish?" pyeti ajo Arbanin. Ai kishte qenë pak i hezituar për udhëtime të tjera ndërkombëtare që nga vizita e parë. "Sigurisht", tha ai. "Dua ta shoh Marian se ku kam lindur, ku kam rritur, dhe dua që ajo të njohë gjuhën dhe kulturën tonë." Ata planifikuan një qëndrim 1 muaj në Shqipëri. Flutura organizoi gjithçka, apartament në Tiranë, udhëtime në Vlorë dhe Durrës dhe takime me të gjithë familjen e zgjeruar. Kur arriti në aeroportin e Tiranës, Maria ishte mahnitur nga gjithçka e re që shihte. "Mama, këtu flasin si gjyshi", tha ajo kur dëgjoi njerëzit duke folur shqip. Gjatë qëndrimit në Shqipëri, Sofia organizoi një event special. Bashkë me fluturën, ato planifikuan një mbledhje të madhe për të gjithë familjen e zgjeruar dhe miqtë e vjetër. "Dua që të gjithë të takojnë Marian dhe të dëgjojnë historinë tonë", tha Sofia. "Kjo nuk është vetëm historia ime dhe babait, është historia e të gjithëve që janë ndarë nga të dashurat e tyre." Në mbledhje, erdhën mbi 50 persona, kushërinj, miq të vjetër të Arbanit, fqinj që e kujtojnë Sofia si fëmijë dhe të rinj që kishin dëgjuar historinë dhe duan të takonin familjen e famshme. Petriti, tani 78 vjeç,
mbajti qëllimin kryesor. Kur Arbani u largua në vitin 1999, ne mendojmë se kemi humbur një shok për gjithmonë, tha ai. Sot, jo vetëm që ai kthehet, por sjell me vete një familje të bukur. Kjo tregon se dashuria vërtet mund të triumfojë mbi çdo gjë. Gjatë qëndrimit, Sofia vendosi të vizitojë shkollat lokale për të folur me fëmijët për rëndësinë e ruajtjes së lidhjeve familjare dhe kulturore. Shumë nga ju keni prindër apo gjyshër që jetojnë jashtë vendit, u tha ajo një grupi fëmijësh në Vlorë. Mos i harroni kurrë, shkruajuni, telefonojuni, mësoni historitë e tyre. Këto lidhje janë thesari më i madh që keni. Një vajzë e vogël ngreu dorën. Por çfarë ndodh nëse ata janë shumë larg, si në anën tjetër të botës? Sofia buzëqeshi. Unë jetoj në anën tjetër të botës nga gjyshi im, por ne flasim çdo ditë. Distanca fizike nuk ka rëndësi nëse zemrat janë të lidhura. Mariana, e ulur në radhën e parë, duart trokiti për mamën e saj. Edhe pse ishte vetëm 3 vjeç, ajo kuptonte se nëna e saj po bënte diçka të rëndësishme. Gjatë javës së fundit të qëndrimit në Shqipëri, Sofia mori një propozim të papritur. Një organizatë jo qeveritare që punonte me familjet e ndara, i ofroi një punë, të drejtonte një program ndërkombëtar për ribashkimin e familjeve. Ne kemi lexuar librin tuaj dhe kemi ndjekur historinë tuaj, i tha drejtori i organizatës, doktor Arta Dushi. Përvoja tuaj dhe rrjeti që kemi ndërtuar do i ishin të paçmyeshme për misionin tonin. Sofia ishte interesuar, por kishte shqetësime. Kjo do të kërkonte udhëtime të shpeshta, kam një fëmijë të vogël. Shumica e punës mund të bëhet online, dhe kur duhen udhëtime, ato mund të jenë të shkurtra e të planifikuara, shpjegoi doktor Dushi. Sofia diskutoi me Danielin dhe Arbanin, të dy e mbështetën. Kjo është thirrja jote, i tha Daniel. Ti ke talentin dhe përvojën për të ndihmuar njerëz të tjerë. Dhe unë mund të kujdesem për Marian kur ti nuk je, shtoi Arbani. Sofia pranoi pozicionin dhe filloi punën e saj të re. Në vitet që pasuan, ajo ndihmoi 10 familje të ribashkoheshin. Çdo rast ishte i ndryshëm, por parimet ishin të njëjta: durim, këmbgulje dhe besim se dashuria do t'i kapërcente të gjitha pengesat. Një nga rastet më prekëse ishte një nën nga Siria që kishte humbur gjurmat e djalit 15 vjeçar gjatë luftës. Pas 2 vitesh kërkimi, Sofia e ndihmoi ta gjenda atë në një kamp refugjatësh në Jordani. Ti më dhe shpresën kur unë nuk kisha më forcë, i tha nëna përmes video thirrjes pas ribashkimit. Fal ty, unë kam djalin tim përsëri. Sofia gjithashtu punonte me qeveritë dhe organizatat ndërkombëtare për të përmirësuar sistemet e ndjekjes së personave të zhdukur. Përvoja e saj si person që kishte naviguar në byurokraci të ndryshme ishte shumë e vlefshme. Kur Maria mbushi 5 vjeç, Sofia dhe Daniel vendosën se ishte koha për një fëmijë të dytë. Kësaj here erdhi një djalë, të cilin e quajtën Arben Daniel. Arbani ishte jashtëzakonisht i lumtur. Tani kam një gjysh dhe një gjyshe të vërtet për të kujdesur, tha ai duke qeshur. Arbeni rriti në një ambient plot dashuri dhe diversitet kulturor, që nga dita e parë dëgjonte shqip nga gjyshi, anglisht nga babari, italisht nga nëna dhe mësoi të dallonte të 3 gjuhët. Maria, tani motor e madhe, e mori seriozisht rolin e saj. Unë do ta mësoj Arbenin se si të luaj me lule në kopshtin e gjyshit, i tha ajo Sofias. 10 vjet pas dokumentarit të parë, një kanal ndërkombëtar televiziv donte të bënte një ndjekje. Where are they now? Ku janë tani? Daniel, që tani ishte bërë një regjizor i respektuar, u bë përgjegjës për projektin. Dokumentari i ri tregonte se si kishte evoluar jeta e familjes gjatë 10 viteve të fundit. Tregonte Sofia në punë, duke ndihmuar familje të tjera, tregonte Arbanin duke luajtur me mbesat, duke mësuar traditat shqiptare, tregonte familjen e re që kishin ndërtuar në Australi. Historia jon nuk është vetëm për të kaluarën, është për të ardhmen, është për fëmijët tanë dhe fëmijët e tyre. Ata do të rriten duke ditur se kur nuk janë vetëm, se janë pjesë e një rrjeti dashurie që shtrihen nëpër kontinente. Kur Arbani mbushi 60 vjeç, ai vendosi të merrte një rol më aktiv në komunitetin shqiptar. Filloi të jepte mësime gjuhë shqipe për fëmijët e emigrantëve. Gjuha është urë mes të kaluarës dhe të ardhmen, i thoshte ai nxënësve të tij të vegjël. Nëse humbasni gjuhën, humbisni pjesë të identitetit tuaj. Maria dhe Arben ishin mes nxënësve të tij më të mirë. Ata mund të flisnin shqip pothuajse si gjuhëtar amtar, fal orëve të gjata që kalonin me gjyshin.
Sofia shpesh I vëzhgonte babin e saj duke u marrë me fëmijët dhe ndjente një krenari të thellë. Ai nuk ishte vetëm gjyshi I mbesave të saj, por ishte bërë figura e babait për të gjithë komunitetin. Sofia kishte një ëndër të madhe. Të hapte një qendër të përbashkët për familjet e emigrantëve në Brisbane. Vendi do t'i ndihmonte njerëzit të mësonin gjuhën, kulturën dhe të krijonin rrjete mbështetje. Dua të bëj një vend ku fëmijët mund të mësojnë për traditat e prindërve, ku të moshuarit mund të ndajnë historitë e tyre, ku familjet e ndara mund të gjejnë mbështetje për t'u ribashkuar. Shpjegoi ajo në një prezantim për donatorët potencial. Projekti mori mbështetje nga komunitetet e ndryshme etnike në Brisbane, nga qeveria lokale dhe nga individë që ishin frymëzuar nga historia e Sofias. Qendra Shtëpia e Zemrave u hap një vit më vonë. Ishte një ndërtesë e bukur me dhoma mësimi, një bibliotekë shumë gjuhëshe, një sallë eventesh dhe një kopsht komuniteti. Në ceremoninë e hapjes së qendrës, Sofia mbajti fjalimin kryesor. 10 vjet më parë, unë erdha në Australi si një e huaj duke kërkuar babain tim, tha ajo. Sot, jam këtu si një antare e plotë e këtij komuniteti, duke ndihmuar të tjerët të gjejnë familjet e tyre. Jo vetëm familjet biologjike, por familjet e zemrës. Salla ishte e mbushur me njerëz nga të gjitha kulturat, shqiptar, grek, italian, vietnamez, somalez dhe shumë të tjerë. Të gjithë kishin diçka të përbashkët, eksperiencën e të qenit larg shtëpisë dhe nevojën për të krijuar lidhje të reja. Arbani, tani I 62 vjeç, ishte në radhën e parë me mbesat. Maria, tashti 9 vjeç, dhe Arben 4 vjeç, duar trokitnin me entuziazëm. Mama është hero, I tha Maria gruas që rrinte pranë saj. 5 vjet më vonë, kur Sofia mbushi 35 vjeç, ajo reflektoi mbi udhëtimin e saj të jashtëzakonshëm. Ajo ishte nga një vajzë e vetmuar në Milano që kërkonte për identitetin e saj, në një grua të realizuar me një familje të madhe dhe një mision që ndikonte në mira jetë. Libri I saj I dytë, Building Bridges, How Family Connections Heal the World, u bë bestseller ndërkombëtar. Qendra Shtëpia e Zemrave kishte ndihmuar mbi 200 familje të ribashkoheshin dhe kishte ofruar shërbime mbështetëse për mijëra emigrant. Arbani ishte bërë një figurë e respektuar në komunitet dhe historia e tij frymëzonte të tjerët që kishin kaluar nëpër tragjedi të ngjashme. Daniel kishte fituar disa çmime për dokumentarët e tij, duke e specializuar në histori familjeje dhe emigracioni. Një ditë, Maria, tani 14 vjeç, erdhi te nëna e saj me një ide. Mama, dua të shkruaj një libër për historinë tonë, por nga perspektiva e fëmijëve, tha ajo. Dua t'u tregoj fëmijëve të tjerë se si është të rish duke ditur se ke një gjysh që erdhi nga ana tjetër e botës. Sofia ishte e mahnitur. Kjo është ide e mrekullueshme zemra ime. Dhe dua ta shkruaj në 3 gjuhë, anglisht, shqip dhe italisht. Kështu fëmijët e komuniteteve të ndryshme mund ta lexojnë. Arbani, kur dëgjoi për projektin, filloi të qaj nga krenaria. Gjenerata e re po merr përsipër, tha ai. Historia jon do të vazhdoj përmes saj. Për 20 vjetorin e ribashkimit, Sofia organizoi një event të madh në Brisbane. Ftoi të gjithë njerëzit që kishin qenë pjesë e udhëtimit të saj, nga Petriti në Vlorë, që erdhi me avion për herë të parë në jetën e tij, tek familjet që ajo kishte ndihmuar të ribashkoheshin. Ishte një fest triditoresh me ushqime nga të gjitha kulturat, muzikë nga të gjitha vendet dhe histori nga të gjithë kontinentet. Kjo nuk është vetëm festa ime, tha Sofia duke folur para mbledhjes. Kjo është festa e të gjithë atyre që besojnë se dashuria është më e fortë se distanca, më e fortë se koha, më e fortë se çdo pengesë. Maria lexoi një pjesë nga libri që po shkruante dhe të gjithë në sallë qanë me emocione. Ndërsa vitet kalonin, Sofia e pa se si historia e saj kishte ndikuar në jetën e qindra njerëzve. Studentët e shkollës së lartë shkruanin teza për rastin e saj. Psikologët studionin metodat që ajo kishte përdorur për kërkimin. Politikanët citonin punën e saj kur diskutonin politikat e emigracionit. Por ndikimi më I rëndësishëm ishte në jetën e përditshme të njerëzve të zakonshëm.
Çdo javë, Sofia merrte mesazhe nga njerëz që thoshin se historia e saj i kishte frymzuar të kontaktonin me të afërmi që nuk i kishin parë për vite. Ti nuk e di sa jetë ke ndryshuar, i tha Daniel një mbrëmje, ndërsa po lexonin emailet e fundit. Ne të gjithë kemi ndryshuar jetë, përgjigjet Sofia. Historia jonë është dhënë dhe marrë. Çdo person që takuam na ka dhënë diçka dhe ne kemi dhënë diçka mbrapsht. Sot, 10 vjet pas takimit të parë me Arbanin në Brisbane, Sofia arri në kopshtin e shtëpisë së saj duke parë mbesat që luajnë. Maria, tani 19 vjeç, ka filluar studimet universitare në komunikim ndërkombëtar dhe planifikon të vazhdojë punën e nënës. Arbeni, 14 vjeç, është apasionuar pas fotografisë dhe ëndron të bëjë dokumentar si babai. Arbani, tani 70 vjeç, është ende energjik dhe aktiv. Ai vijon t'jap mësime gjuhë shqipe dhe ka filluar të shkruajë kujtimet e tij. Çdo ditë falenderoj Zotin që Sofia më gjeti, thot ai. Por më shumë falenderoj atë që ajo nuk u dorëzua kurrë. Sofia ka shkruar librin e tretë, që do të publikohet së shpejti. Kësaj here është një ngujit praktike për njerëzit që kërkojnë familjar të humbur, me këshilla konkrete dhe burime që mund të përdoren. Qendra Shtëpia e Zemrave ka hapur filiale në 3 qytete të tjera australiane dhe ka plane për zgjerim ndërkombëtar. Por para së gjithash, Sofia është një nën, një grua dhe një vajzë që ka gjetur paqen me të kaluarën dhe shpreson për të ardhmen. Ndërsa dielli perëndon mbi Brisbane, Sofia mendon për fjalët e fundit të librit të saj të parë. Udhëtimi për të gjetur babain tim nisi me një letër të vjetër në një sirtar, por ai nuk përfundoi kur e gjeta atë. Përfundoi kur kuptova se shtëpia nuk është një vend, është njerëzit që të duan, pavarësisht se sa larg janë. Sot un jam në shtëpi, jo sepse jam në një vend të caktuar, por sepse jam e rrethuar nga dashuria e atyre që më kanë përkrahur gjatë gjithë këtij udhëtimi të jashtëzakonshëm. Historia e Sofias nuk ka mbaruar ende. Çdo ditë krijohen kapituj të rinj, ndërsa ajo vazhdon të ndihmojë familje të tjera të gjejnë rrugën drejt njëra tjetrës. Sepse në fund të fundit, të gjithë ne jemi në kërkim të diçkaje, shtëpisë, familjes, dashurisë apo thjesht vendit ku përkatemi. Dhe nganjëherë, ajo që kërkojmë është më afër se sa mendojmë. Nganjëherë, është vetëm në anën tjetër të botës, duke pritur që ne të kemi guximin të nisemi për ta gjetur.